mirë po nuk arriti marrëveshjet politike të jetësoj në ligjin. Dhe unë shpresoj që këtu bim i sotshëm vetëm është një indikacion të shpreh dhe të dëshmojnë, sepse nuk janë vetëm politikanë që janë të kapur dhe që i shërbejnë kësaj të keqe të përbashkët, por ka dhe një pjesë elitare, siç janë studentët që kanë mendime të kundërta dhe është një kategori e pastër që as nuk mund të komprometohet, as nuk mund të abuzohet, siç janë komprometuar, abuzuar për çështje të caktuara politika dhe politikanët në Maqedoni. Dhe unë besoj që duhet të dalin disa të drejta dhe detyrime nga ky tubim dhe shpresoj që drejt për së drejti pushteti dhe qeveria ta kuptojë drejt, sepse shqiptarët nëse duhet të trajtohen drejt dhe mirë nga kjo qeveri, dyshimi se edhe në marrëveshjen e orit është parapar që në rast se 20% se është bën një kompromis mes pagëzimit të shqiptarëve 20%, thot në rast se ata nuk do të jenë të kënaqur me aparatin shtetëror, ato kanë të drejtën e bashkangjitjes me një aparat tjetër shtetëror, me thonë një aparat tjetër shtetëror, nëse nuk të jetë. Është shkruar kjo në marrëveshjen e Ohrit, pra për ta thënë në shkurt, nëse janë të pakënaqur nga autoritetet, nga qendrimi, nga bashkëtesa aty si shtet formues me Maqedoninë, mund bashkangjiten me një tjetër i bie me Kosovën ose Shqipërinë. Po mundet edhe me Greqinë tjetë, nuk e di, nuk e... Po e kam fjalën, po marrë shembull. Po dakor, kuptohemi mirë, po ne kështu është problemi. Marrëveshja e Ohrit e ka të shkruar. Marrëveshja e Ohrit e ka të shkruar gjithçka, rolin dhe funksionin e kombit shqiptar si shtet formues. Si shtet formues. Sqarohemi nga pjesa e tolerancës shqiptare që fillova bisedën në fillim. Me thënë, marrëveshja e Ohrit i ulen në tavolinë dy palë të barabarta, palën shqiptare dhe palën maqedonase, në shtetëformësinë e barabartë të tyre, sepse paraprakisht kishte mosnjohje të shqiptarëve në inkuadrimin e sistemit institucional, nuk lejohej gjuha shqipe, nuk lejoheshin universitetet dhe kështu me radhë. E tash marrëveshja e Ohrit ishte element bazë me të cilën duhet të njiheshin 4 elementet bazë: shtetëformësia, bashkëbarazia, bashkësovraniteti dhe bashkëveprimet e tjera që drejt së drejti fillonte në institucionet policore dhe në institucionet gjyqësore. Mirë po, integrimet ose pjesa e intrigave të maqedonase bën që nëpërmjet ligjit ti bllokojnë këto marrëveshje. Por edhe shqiptarët kemi qenë të pakujdesshëm, sepse aty nuk ka pas jurist apo nuk ka pasur përpilues të marrëveshjes, por vetëm ka pasur nënshkrues. Unë ju tregoj vetëm një rast. 4 vite Parlamenti i Maqedonisë, deputetët shqiptar, me një fjalë është në gjuhën maqedon ti drejtohesh dhe të flasësh. Gjuhë maqedon është obrati dhe zboruash. Dhe këto disa talleshin me deputetët shqiptar derisa unë kam reaguar, ju lutemi, interpretim gjyqësor nuk duhet të jepet marrëveshjes së Ohrit, sepse nuk ekziston interpretimi gjyqësor, ka vetëm interpretim gramatikor. Me thënë, është një varg problemesh e nacionalizmit që fshehet në implementimin dhe realizimin e ligjeve që ne fatkeqësisht shqiptarët kemi qenë të defokusuar dhe intrigat maqedonase të drejtat që bunonin nga kjo marrëveshje, ato i kanë minimizuar. Dhe prandaj flas që tani më puna jonë e profesorëve, pedagogëve, juristëve ka bërë që drejt për drejti të kuptojmë se të drejtat natyrore nuk jepen, nuk dhurohen. Gjuha shqipe ka përjetuar shekuj, okupator të ndryshëm kanë mbijetuar dhe o ki problem mbar kombëtar, nuk është si studentëve, mirë po studentët janë indikator të cilët drejt për së drejti u ndalohet të shprehin dijet 4 vjeçare që marrin në universitete. Unë kam thënë edhe studentëve dhe vazhdoj edhe sot dhe jem në debate televizive, me thënë të përmblidhet të gjitha ligjit, të gjitha përgatitjet profesionale, siç janë specializimet mjekësore, siç janë çështjet e farmacisë, licencave, të gjitha këto jepen në gjuhën maqedone. Dhe kjo përbën një nga problemet bazë, po është mirë që kërkohet nga juristët. Ne i themi provimi i jurisprudencës ose gjyqësorit, mirë, por kjo në vete duhet të përfshi provimin e përmbarimit, të noterisë, të ndërmjetësimit dhe kështu me radhë. Janë një bark segmentesh dhe prandaj unë e shoh vetë me zgjidhje që studentët insistojnë
që të ndikojnë edhe të partitë politike shqiptare, që ne duhet të tërhiqemi nga kjo baza e durimit politikës ofenduese, fyese në shqiptarëve, dhe të sqarohemi paralelisht një trijës trumbëllakët se si duhet të vazhdojmë më tutje, do të godasin shqiptarët në emër të bullgarëve dhe serbëve, apo ekziston diçka që është e Serbisë dhe ajo insiston me çdo kusht që ta dëmtoj pozitën e shqiptarëve në përgjithësi. Profesor, ne kemi folur edhe 2 herë të tjera për këtë çështje, por për gjithë ata që na ndjekin për herë të parë, ju e thatë pak më lart që problemi politikës ishte që marrëveshjet politike nuk e kthyen në ligje. Tani, ekziston një ligj për këtë që po protestohet sot, apo Mickovski ka drejt kur thotë që shiko, ne këtë do i drejtohemi Komisionit Venecias, apo ai po e zvarrit me qëllim këtë? Dëgjoni, ne jemi më 3 decenije gati në këtë përbuzje, dhe gjithmonë kur bëhet fjalë për të mbrojtur atë pjesën e esencës maqedonase, ata në shprehje paraqiten si demokrat, e para është se ata fillimisht kur erdhën në pushtet erdhën për ta dërguar shtetin në Bruksel, por këtë kanë dërguar në Beograd. Dhe pikërisht të goditjet që u bëhet shqiptarëve, unë nuk besoj që maqedonasit e bëjnë drejt për drejt, pa janë ndikimet nga Beogradi që duan të prishin këto raporte dhe po provokojnë durimin e shqiptarëve, dhe pjesa që ka të bëje me pranimin, ju e patë edhe gjuha shqipe ishte në Komisionin e Venecias e kështu me radhë. Dhe kjo është ajo pjesa me të cilën ne nuk jemi pakic, dhe gjuajtja ose minimizimi i këtyre elementeve që po ndodh aktualisht që përplasin maqedonasit, sepse ato trajtojnë shtetin si unitar maqedonase dhe gjithçka që është maqedonase dhe shprehen si të atill. Dhe nga ana tjetër ata nuk analizojnë se kush e mbushën buxhetin dhe 7%. Mirë po është problemi i juristëve shqiptar, të cilët dhe politikës shqiptare që nuk arritën t'i prekin elementin e bashkësovranitetit, për arsye se neve na udhim me pakicat e tjera, por ne nuk e kemi argumentuar se ne administrojmë mbi 15 komuna, kemi pozitë gjeografike dhe kështu me radhë, dhe thjesht mund të themi se ka qenë një dështim juridik. Për shembull, kur lind fëmia, regjistrohen, dhe është martesor. Nëse shqiptarët në Maqedoni nuk arritën që të regjistrohen në kushtetutë me elementet e sovranitetit shtetit dhe të ishin pjesë e sovranitetit, dhe kjo ka bërë të vështirë tani le hapësirë që edhe kriministrat, edhe ministrat, edhe politika shqiptare ta interpretoj në forma të ndryshme. Mendimi im është personal që shqiptarët duhet të hiqen nga të gjitha institucionet dhe të insistojnë që të bashkëbisedojnë për këto 4 elemente, siç është bashkësovraniteti, bashkëbarazia dhe pjesa e bashkëbarazisë ekonomike, ushtarake dhe kështu me radhë. Nuk është vetëm çështja se çfarë tha kryeministri. Nëse marrim përballë të gjitha punësimet që aktualisht janë bërë në gjitha institucionet, prej 30, 20, 21, 35 kështu me radhë, asnjë shqiptar, qoftë në avancime, ju keni përcjellë dhe i dini saktë. Dhe kjo përbën një nga problemet bazë me të cilën politika shqiptare është dëshmuar se është e kapur apo nuk reagon në kohën dhe në momentin e duhur, dhe prandaj unë besoj që kjo protestë është një rilindje e re e shqiptarëve në Maqedoni, dhe përkraja duhet të jetë nga të gjithë dhe të jepet mundësia që të shprehin studentët të gjitha ato punë që fatkeqësisht edhe ne si prindë të tyre nuk arritëm ta bëjmë maksimumin. Profesor, po për qëndrimet politike se kemi parë këto ditë si BDI-n, si Vlenin, duket se të dy emrat janë në një dështim, sepse edhe Vleni përbëhet nga njerëz që kanë qenë te BDI-a për shumë vite në kryetare të tjera. Por si e keni parë në këtë rast, po bën më shumë dëm apo mirë studentëve? Tani për kraja, unë jam që studentët të kenë rolin unifikues të gjithë shqiptarëve, pa dallim politike, feje, kështu me radhë, të jetë në përkraj. E tani e keqja është se gjithmonë ata që fshehurazi i bëjnë dëm shqiptarëve, insistojnë që edhe këtë reagimet të studentëve ose ta pronësojnë si të tyre nëse kështu me radhë,
Mirë po, dihet se këto nuk janë burime që vinë nga shqiptarët, po janë burime të sigurisë së përgjithshme që dinë shqiptarët e kanë studiuar mentalitetin që nëpërmjet formave të ndryshme të mbajnë peng. Dhe kjo që ndodh aktualisht, unë nuk shoh që shqiptarët kanë ndonjë motiv ose element që të jenë pjesë përbërëse e këtyre institucioneve, sepse këto institucione janë ata që prodhojnë nacionalizëm, përbuzje, cënim të dinjitetit, dhe është shumë e padrejtë, dhe jo rëndësisht edhe unë tani më kam marrë një iniciativë që të procesohet marrëveshja e Ohrit dhe të demaskohet të gjithë ai nacionalizmi institucional nëpërmjet faktorit ndërkombëtar, sepse është fatkeqësia që ne shumë pak reagojmë në nivelin ndërkombëtar. Dihet se për garancën e këtyre të drejtave kombëtare ishte faktori ndërkombëtar, siç është Parlamenti, Këshilli Evropian, Komisioni Evropian, NATO, Bashkimi Evropian dhe SBA. Mirë po, ne si faktor shqiptar nuk kemi bërë asnjë ankimim se nuk sillen në marrëveshjen dinjitoze pala maqedonase, dhe tani më jo të që i ka marrë dhe i ka dëmtuar ose minimizuar të drejta që burone nga kjo marrëveshje, po tani kohëve të fundit ka një përbuzje dhe një cinizëm me të cilën drejt për së drejti është edhe shpreha e studentëve që ka qenë dhe është e padurueshme. Profesor, po qëndrimi i tyre si garant të kësaj marrëveshje pra ndërkombëtarëve si ka qenë nga ajo që ju keni biseduar? Me këtë keni ndërmarrë. Pikërisht mbas çështjeve të Kopenhagës ose konventave ndërkombëtare publike, gjithmonë kur bëhet fjalë për marrëveshje ndërkombëtare, 3 elemente përbëjnë një marrëveshje. Ti themi dy gjërat janë shumë rëndësi, ku janë prioritetet dhe dështimet. Në nivelin ndërkombëtar, kur bëhet marrëveshja, çdo marrëveshje duhet të ketë 3 elemente. Elementi i parë është pëlqimi i palëve, barazia mes palëve dhe garanca. Është për fillimin e marrëveshjes. Dhe në këtë rast, kur ulet për të biseduar, nuk donin të ulen as shqiptarët të Maqedonisë. Mirë po ishte faktori ndërkombëtar, ai që bindi shqiptarët dhe të ulen të bashkëbisedojnë me Maqedonisin, por të bashkëbisedojnë si palë të barabartë. Dhe këto elementet e barazisë nuk kupton të pëlqimi i palëve, barazia mes palëve dhe garanca. Barazia me palëve ishin armët. Armët ishin shqiptarët e ishin tërmatosur dhe maqedonasit tërmatosur. Dhe në këtë rast, momentin që filloi të realizohet marrëveshja, u bë dorëzimi i armëve. Momentin që u bë dorëzimi i armëve, u prish marrëveshja. Dhe tani ne duhet nga e para të procesojmë në Komisionin Evropian dhe të dëshmojmë se të gjitha këto pengesat që bën. Unë marr vetëm një rast, për shembull kjo aparatura teknike e balancerit, që është e paguar nga Bashkimi Evropian, ka një vlerë mbi 2,5 milionë euro, dhe fatkeqësisht askush nuk reagon për çështjet shqiptare. Më thonë edhe vetë faktori ndërkombëtar nuk është korrekt, sepse ata kanë siguruar dhe nga ana tjetër gjitha komunikimet që i bëjnë në nivelin e ndërkombëtar, bëjnë vetëm në gjuhën maqedonase. Marrëveshja e Ohrit kanë qenë që gjithë gjuha shqipe të jetë gjuhë zyrtare edhe në nivelin e brendshëm edhe në nivelin e jashtëm, mirë por në përpilimin e ligjeve gjithmonë i kanë minimizuar. E them këtë sepse tani ne duhet ditë të shprehim këto, ti themi pakënaqësi, që burojnë nga aparati shtetëror, që ai vazhdimisht i godet këto vlera, dhe mund të themi se tani më nëpërmjet ligjit e kanë kthyer situatën në pavarësinë e Maqedonisë, kur pa drejtësi shqiptarët të lanë jashtë aspektit kushtetues. Dhe kjo ne për ta dëshmuar këtë, është e paraparë që minimumi të mblidhen 1050 firma, të dorëzohet institucioneve relevante, dhe atëherë ato do të kenë detyrim që të krijojnë një komision për t'i parë këtë që e themi ne. Sepse ne gjithmonë i kemi rrugët më të vështira, sepse nuk ndihmohemi nga vetë brenda dhe politika jonë, sepse gjitha raportet që dorëzohen në Bashkimin Evropian dhe institucionet ndërkombëtare nuk jepen vërejtje me shkrim se si është gjendja shqiptare. Dhe tani si jemi të detyruar që t'i bëjmë ato të njëjtë. Mirë atje që nuk ndihmoni, po nga Tirana dhe Prishtina, si e keni ndjenjen të ndihmuar? Ju e shikoni që
janë pranjush edhe në këto momente, sepse dy qeverit kanë reaguar për situatën në Izrael, në Lindjen e Mesme, më the thash, por ndërkohë që mirë, tani situata nuk është në interesin e përgjithshëm politik, por pa marrë parasysh në çfarëdo situate të drejtat individuale dhe kombëtare, të drejtat nuk jepen dhe nuk dhurohen, ato vazhdimisht duhet të mbrohen dhe të sensibilizohet opinioni atë sa është mundësia. Unë nga ana tjetër, përse përket qëndrimeve të Kosovës edhe Shqipërisë, unë besoj që me përzierje të ndryshme, më shumë u kanë shkaktuar dëme shqiptarëve jashtë shtetit shqiptar dhe jashtë Kosovës, dhe prandaj unë besoj që shqiptarët kudo